Mjeku jep urdhër, konsumoni një vezë çdo ditë dhe trajtoni këto probleme shëndetësore. Konsumi i vezëve ka kaluar nëpër debate të shumta vitet e fundit. Si fillim, sugjerohet të konsumoni shpesh vezë pasi kështu do të përfitojë edhe niveli i shëndetit tuaj. Ka shumë mënyra se si një vezë mund të konsumohet, por e rëndësishme është që të konsumohet çdo ditë, të paktën veza e zier. Dhe kjo për këto përfitime që mund të ofrojë. Rrit nivelin tuaj të energjisë në trup. Ju ndihmon në rritjen e flokut, përmirëson shëndetjen e syve, keni një risk më të ulët për t'u prekur gjithashtu nga sëmundjet e zemrës, fuqizon edhe funksionet e trurit, rrit nivelin e kolesterolit të mirë në trup, merrni më shumë proteina të nevojshme në dietën tuaj të përditshme, lëkura juaj do t'jetë gjithashtu më e mbrojtur ndaj diellit. Tani ju mbetet vetëm ju se cilën vezë preferoni të konsumoni gjatë ditës dhe sa duhet të konsumoni.